Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Ne ta dham ty fitoren e qartë, për t'i falur ty Perëndia gabimet e mëparshme dhe të ardhshme, për ta plotësuar dhuntinë e vet ndaj teje dhe për të udhëzuar ty në rrugën e drejtë, dhe që Perëndia të ndihmojë ty me ndihmë të madhe. Ai është që sjell qetësinë e zemrat e besimtarëve për t'u forcuar edhe me tepër besimin, krahas besimit që kanë. Te Perëndisë janë ushtritë e qiejve dhe të tokës, Perëndia është i plotdijshëm dhe i gjithdijshëm. Për të shpije besimtarët dhe besimtarët në kopshtjen e për të cilat rrjedhin lumenjt, ku do të qëndrojnë për herë, dhe që t'ju falë mëkatet e tyre, e kjo te Perëndia është fitore e madhe, dhe që ti ndishkoj hipokritët dhe hipokritet dhe idhujtarët e idhujtarët që mendojnë keq për Perëndin, e valja e fakëqësisë le t'i godet ata. Perëndia është besmatuar në ta dhe i ka mallkuar ata dhe u ka përgatitur atyre xhenimin e sa vendi shëmtuar që është ai. Te Perëndisë janë ushtritë e qiejve dhe të tokës, Perëndia është i plotfuqishëm për t'i dënuar dhe i gjithdijshëm. Ne, me të vërtetë, të kemi dërguar ty dëshmitar dhe si arriquese paralajmërues, për të besuar Perëndin dhe pejgamberin e tij, dhe që të ndihmoni dispozitat e tij, dhe ta madhëroni atë dhe falenderoni atë me namaz në mëngjes dhe mbrëmje. Ata që të janë betuar ty në besim për të ndjek rrugën tënde, në të vërtetë janë betuar në besim të Perëndisë, dora dhuntia e Perëndisë është mbi duart e tyre. Ai që e prish betimin, e prish në dëm të vetin, e nëse plotson betimin ndaj Perëndisë, ai do t'i jap atij shpërblim të madh. Do të thonë ty arabët e shkretë të tirës beduinët, të cilët ngelën pas jush dhe nuk erdhën me ju, na angaruan preokupua neve pasuria jonë dhe familjet tona, e lutju Perëndisë të na fal neve. Ata flasin me gjuhën e tyre, atë që nuk e kanë në zemrat e tyre. Thuaj atyre, kush mund ta pengoj Perëndin ndaj jush, nëse ai don t'ju godet juve me ndonjë dëm, ose nëse don t'ju bëjë ndonjë të mirë. Piçudit se jo, Perëndia di atë që punoni ju. Jo, por ju keni menduar se pejgamberi dhe besimtarët nuk do të kthehen kur te familjet e tyre. Kjo ju ka zbukuruar juve në zemrat tuaja dhe ju keni menduar në mënyrën më të shëmtuar dhe jeni bërë popull që do të zgjukeni. Kush nuk beson në Perëndin dhe në pejgamberin e tij, na kemi përgatitur për mohuesit zjarrin flakërues. Te Perëndisë janë pushteti i qiejve dhe i tokës. Ai fal këtë doj, e dënon këtë doj. Perëndia fal shumë dhe është mëshirues. Do t'u thonë juve ata që ngelen pas jush në luftë, kur të shkoni me marr plashkat e luftës, lejona edhe neve që t'ju pasojmë juve. Ata do të donin të ndrojnë fjalën e Perëndisë premtimin. Thuaj ju, kursesi nuk do të na pasoni, këtë ka thënë Perëndia qysh më parë. E ata do të thonë, nuk është ashtu, por ju na keni zili neve. Jo, nuk është as kjo, por ata pa kuptojnë. Thuaj atyre beduinëve që ngelen pas jush nuk erdhën, do të thirreni ju në luftë kundër një populli luftërak, përderisa të mos përuret ose të bëhet musliman. Nëse dëgjoni thirrjen, Perëndia do t'ju japë shpërblim të mirë, e nëse shmangeni refuzoni ashtu siç jeni shmangur më parë, ai do t'ju ndshkojë me dënim të dëmshëm. Nuk është mëkat për të verbëtin, as për të qalin as të semurin që të mubnojnë nga ekspedita luftarake, e kush i përuret Perëndisë dhe pejgamberit e tij, ai e shpjen e xhenete, në për të cilat rrjedhin lumenjt, e atë që shmanget, do ta ndshkojë me dënim të dëmshëm. Perëndia është i kënaqur me ata besimtar kur të betuan ty në mbijen e drurit. Ai Perëndia e ka ditur se çka në zemrat e tyre, e u ka dhënë atyre qetësi siguri dhe i shpërbleu ata me fitoren e afërt, dhe me plaçkën pasurinë e zënë luftë e madhe që do ta fitojnë. Perëndia është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Perëndia u ka premtuar juve plaçkë të pasur që do ta fitoni, e u shpëtoi këtë juve ai dhe i pengoi duart e njerëzve nga të dëmtuarit juve, për të qenë ky argument për besimtarët që premtimi i Perëndisë është i realizueshëm dhe për të udhëzuar juve në rrugën e drejtë. Dhe ju ka premtuar tjetrën fitore, të cilën nuk keni qenë në gjendje ta fitoni, por Perëndia, me dispozitën e vet, e ka përmbledhat për ju, sepse Perëndia është i pushtetshëm për çdo gjë. Nëse mohuesit jeshohen në luftë kundër jush, ata, me siguri, do të iknin dhe pastaj nuk do të gjenin as mbrojtës as ndihmës. Kjo është dispozita e Perëndisë që ka qenë edhe më parë, e ti, kursesi, nuk mund të gjesh ndryshime në dispozitën e Perëndisë. Ai ka penguar duart e tyre ndaj jush dhe duart tuaja ndaj tyre, brenda në Mekë, pasi u ka dhënë juve fitoren mbi ta. Perëndia i sheh të gjitha çka punoni ju. Ata, të cilët nuk kanë besuar dhe ju pengojnë nga Mesxhidi, Harami Qabja dhe pengojnë të përgjëruarin, kurbanin e caktuar që të arrijnë në vend. Sikur të mos kishte besimtar dhe besimtare, që ju nuk i dini do t'i merrni nëpër këmbë ata, e juve do t'ju godiste një hidhërim, duke mos ditur do t'ju kisha lejuar të pushtoni Mekën. Kjo është nga se Perëndia e shpjen e mëshirën e vet këtë doj. Sikur të ishin të veçuar ata, ne do t'i ndishkonim ata në mes tyre, të cilët nuk kanë besuar, me dënim të dëmshëm.
kujtoi etikun e zemrat e Mouse u shfaq krenaria pagane, e Perëndia zbriti qetësinë e tij në zemrën e pejgamberit dhe të besimtarëve dhe i obligoi ata me fjalën e takvas shahadetit e ata gjithsesi kanë pasur më shumë të drejtë dhe kanë qenë të denjë për të, e Perëndia është i gjithdijshëm për çdo gjë. Perëndia e realizoi se ndërtoi ëndrrën e pejgamberit e vet me të vërtetën, me siguri, ju do të vini në Mesxhidil Haram, nëse jep Perëndia, dhe këtë të sigurt, kokë, ruar dhe flok, shkurtuar, pa kurfar frike. Ai e ka ditur atë që nuk e keni ditur ju. Dhe, para kësaj hyrjes në Mekë, ju ka dhuruar një fitore të afërt. Ai e ka dërguar pejgamberin e vet me udhëzim në rrugë të drejtë he fenë e vërtetë për ta ngritur mbi të gjitha fejt. Perëndia është dëshmitari i mjaftueshëm. Muhamedi është pejgamberi i Perëndisë. Ata që janë me të shokët e tij janë të ashpër ndaj mohuesve e të mëshirshëm në mes tyre. I sherr ata si bëjnë ruku dhe sejdë duke kërkuar udhëtinë dhe kënaqësinë e Perëndisë. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Tevrat. Përshkrimi i tyre në Ungjil është: ata janë si fara e mbjellur që lëshon filizat e vogla të cilat e forcojnë atë, e bëhet e trashë, e pastaj drejtohet vertikalisht në trungun e vet, kështu që entuziazmon atë që e ka mbjell, që për këtë gjë t'i zemroj mohuesit. Perëndia u ka premtuar atyre që besojnë dhe punojnë veprat e mira të gjithë atyre, falje të mëkateve dhe shpërblim të madh.